Para seancës konstituive, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje e koalicionit tonë përbashkët, do të ketë ftesë brenda pak ditëve, ndoshta edhe orëve, edhe për lidhjen demokratike, edhe për partitë tjera në kuptimin që konstituimi i institucioneve në veçanti edhe zgjedhja e presidentit është një obligim i përbashkët i gjithë deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës. Siç e dim përkundrejt çfarëdo marrëveshje ose mundësie për të zgjedhë kryesia e Kuvendit, për të konstituir Kuvendi, për të zgjedhë qeveria, prap mos suksesi i zgjedhjes së presidentit do e çonte vendin në zgjedhje në një periudhë të shkurtë kohore, jo më pak se 2 muaj. Prandaj për të parandalu dhe evitu edhe një shkuarje në zgjedhje për të cilën duket se askush nuk e ka as vullnetin e as nuk e shohim se ka ndonjë arsye logjike për të shkuar në zgjedhje, shpresojmë që të gjithë të jenë të gatshëm që të diskutojnë me seriozitetin më të lartë të mundur në detyrat që ne na takojnë si përfaqësues të zgjedhur të popullit, që institucionet të konstituohen brenda një periudhe të shkurtë kohore